Megjithatë, na ndrodhe bashkë dhe është një takim shumë i rëndësishëm sepse është moment thelbësor për kontinentin tonë. Kjo është pasqyruar edhe në komentet e të gjithëve deri më tani. Më la mbres fjala hapse e juaja i dashur Edi, sepse jemi në një epokë të re. E themi të gjithë, por duhet të kuptojmë që është një epokë e re, por është një epokë që karakterizohet nga luhatja, nga paqëndrueshmëria. Është e trisht, por kjo është epoka e re ku kemi hyrë. Ndërkohë që e bëjmë këtë, mundësia që të gjithë udhëheqësit europian të mblidhen së bashku me secilin prej nesh që përballet me sfida të sigurisë të ekonomisë tonë, ndërkohë që e bëjmë pra këtë që vlera e KPS nuk mund të jetë më e qartë se kaq. Pra është shumë e rëndësishme që gjendemi sot këtu, ndaj isha kaq i kënaqur kur mikprita summitin vitin e kaluar menjëherë pasi u zgjodh qeveria ime brenda 2 javëve. Pata kënaqësi shumë të madhe sepse ishte shumë e rëndësishme për mua që të sinjalizonim qëllimin ton qysh në krye të herës për të punuar më ngushtë me partnerët tanë europian e për të forcuar raportin e Mbretërisë Bashkuar me BE-n, jo mbështetur në rimarrjen e argumenteve për të shkuarën, por duke parë përpara nga e ardhmja. Që pra asaj kohe, siç e keni parë, ne kemi intensifikuar në mënyrë domethënëse angazhimin me aleatët tanë europian, duke kuptuar që partneriteti është jetik për të arritur një rimëkëmbje, rinovim të sigurisë, gjithashtu edhe për ata njerëz në Mbretërinë e Bashkuar që e kërkojnë dhe meritojnë këtë gjë. Dhe në fakt, ndërkohë kemi punuar për këtë aleancë në mbar Europën. Në fakt,